Gjykata e Firit ka lënë në fuqi masat e sigurisë për 3 vajzat e dyshuara për dhunimin e një 17 vjeçari, një ngjarje që ka shkaktuar reagime të shumta në opinionin publik. Në seancën për verifikimin e masave të sigurisë, gjykata pranoi kërkesën e prokurorisë, duke vendosur masën arrest me burg për 20 vjeçarin e dyshuar si e përfshirë në ngjarje. Për njërin nga 2 15 vjeçarit u konfirmua masa arrest në shtëpi, ndërsa për të mitrën tjetër gjykata vendosi shtrim të përkohshëm në spitalin psikiatrik. Masat janë caktuar duke marrë në konsiderat moshën e secilës prej të dyshuarve, si dhe shkallën e përfshirjes së tyre në ngjarjen e hetuar. Ndërkohë më herët, nëna një prej 2 15 vjeçarëve u shpreh se shqetësimi i tyre ka qenë i hershëm që ku ishte nxënëse në një shkollë 9 vjeçare publike. Sipas saj, as shkolla dhe as psikologët nuk i dhanë mbështetjen e nevojshme, çka e detyroi familjen ta transferonte 15 vjeçarin në një shkollë private tek e cila nuk u paraqiti asnjë ditë, pasi ndihej vazhdimisht e bullizuar. Drejtoria na nxorri për jashtë. Bashkë me vajzën? Bashkë me bashortin. Zhdukej për jashtë. Nxorri vajzën, nxorri dhe ne. Pati psikologa aja qeshte me ne. E çun gocën në shkollë tjetër, goca nuk pranovi. Nëna të mitrës është shprehur e shqetësuar pasi nuk është në dieni as të diagnozës dhe as të trajtimit për vajzën e saj.